Përshëndetje, mirë se erdhët në Almak Press, ku do jemi nga e hëna në të premte çdo ditë bashkë në Almak Info me informacione nga vendi, rajoni edhe nga bota. Në Gostivarësh duke u zhvilluar një aksion i koordinuar i institucioneve kompetente lidhur me rastin e ndoqjes së ujit të pishëm. Sipas informacioneve jo zyrtare, me procedurë urgjente janë ndaluar drejtoresha e ndërmarrjes publike komunalec Artana Hasani, udhëheqësi i sektorit të ujësjellësit Dervishi, si dhe drejtori teknik Leon Nuredini. Burimet bëjnë të ditur se aktiviteti po zhvillohet në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike, ndërsa rasti po hetohet fillimisht mbi ndyshymet për veprën penale, ndoqja e ujit të pishëm dhe veprat e rënda kundër mjedisit jetësor dhe natyrës sipas kodit penal. Ndërkohë, institucionet ende nuk kanë dalur me një njoftim zyrtar për rrjedhën e aksionit, ndërsa pritet që gjatë ditës të publikohen më shumë detaje për masat e ndërmarra. Sipas informacioneve jo zyrtare, raporti i institucionit të shëndetit publik ka konstatuar bakterie fekale koliforme në 2 nga 4 mostrat e ujit të analizuar, ndërsa në një mostër është evidentuar edhe përqendrimi i rritur i klorit. Vijojmë me lajme nga rajoni. Ministria Sërbe mori pak nga një institucion që ishte mbyllur prej vitesh. Sipas një hulumtimi të Radio Evropës së Lirë, Ministria e Qeverisë së Serbisë Paunović ka vazhduar të marrë pak si ushtruese e detyrës së drejtoreshës së institucionit farmaceutik të Pejës deri më 15 prill të vitit 2025, ndonse ky institucion ishte mbyllur zyrtarisht në tetor të vitit 2021. Dokumentet e analizuara nga Radio Evropa e Lirë tregojnë se vetë Paunović kishte dorëzuar kërkesën për fshirjen e institucionit nga regjistri i institucioneve shëndetësore. Kryeministri Edi Rama, gjatë një vizite në qendrën sociale Jonathana, prezanton masat e reja të qeverisë për mbështetjen e personave me aftësi të kufizuar dhe familjarëve të tyre. Ai bëri të ditur se ndihma ekonomike për fëmijët dhe të rinjt me nevoja të veçanta është dyfishuar, ndërsa nga kjo masë do të përfitojnë rreth 11 fëmijë dhe të rinj. Është një punë e përditshme, një përkushtim i përditshëm me të gjithë vështirësitë, por edhe me shumë dashuri dhe shpresë. Zgjodhem këtë vend për të folur më gjerë për këto qendra dhe ndërmarrjes sociale, por edhe për të prekur atë që para javësh realizoi dyfishimin e mbështetjes ekonomike për fëmijët me nevoja të veçanta. Jam shumë i lumtur që sot mbështetja për ta është dyfishuar. Janë 11.000 fëmijë dhe të rinj që do të përfitojnë nga kjo masë, u shpreh Rama. Kryeministri njoftoi gjithashtu se buxheti i shtetit do të mbulojë plotësisht sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për të gjithë nënat dhe kujdestarët që kujdesen për fëmijë me aftësi të kufizuar, si pjesë e paketës së re të mbështetjes sociale. Ambasadori Florian Çehaja shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Blac. Ambasadori i Republikës së Kosovës në Maqedoninë e Veriut ka shprehur ngushëllime më të sinqerta për familjarët e Eyüp Tërnavës, Senet Tërnavës dhe Fatmire Shabanit, të cilët humbën jetën në aksidentin tragjik të ndodhur pranë kalimit kufitar Hani Elezit Blac në territorin e Maqedonisë së Veriut. Çehaja bëri të ditur se që nga momenti kur është njoftuar për rastin, Ambasada e Republikës së Kosovës ka qenë në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet kompetente të Maqedonisë së Veriut dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, Policinë e Kosovës, si dhe me familjarët e viktimave për të ofruar mbështetjen e nevojshme gjatë trajtimit të rastit. Sipas ambasadorit, pas përfundimit të gjitha procedurave nga autoritetet kompetente, trupat e pajet pritet të transferohen në Republikën e Kosovës. Në këto çaste të rënda, shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta dhe ndaj dhimbje me familjarët dhe të dashurit e të ndjerëve, ka deklaruar ambasadori Çehaja. Vijojmë me lajme nga sporti. Spanja, kampione e botës 2026, fiton titullin e dytë në histori. Spanja është kampione e re e botës pasi mposhti Argjentinën me rezultat 1-0 pas kohës shtesë në finalen e zhvilluar. Kështu duke fituar trofeun e dytë botëror pas suksesit të vitit 2010. Golin vendimtar e shënoi Ferran Torres në pjesën e dytë shtesë. Përfaqësuesja spanjolle dominoi takimin nga fillimi deri në fund, duke kontrolluar lojën dhe duke mos i lejuar Argjentinës asnjë goditje në kuadrin e portës. Përjashtimi Enzo Fernandez me kartonin e dytë të verdh e vështirësoi edhe më shumë misionin e argjentinasve.
Me këtë triumf, Spanja zgjati deri në 38 ndeshje serin pa humbje brenda në 10 minutave. Botrori 2026 u zhvillua për herë të parë me 48 përfaqësuese dhe u organizua në 3 shtete, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik, duke kulmuar me triumfin e Spanjës në finalen e madhe. Faleminderit që na ndoqët, takohemi sërish nesër në Almak Press me Almak Info.